Po ndodh me Elisën Spiropalin sot? A do ketë fatin e benëve të partisë? Jo, më vjen keq mua mos më kërko të gjykoj kolegët e mi. Këtë gjë unë nuk e bëj. Po ti shjuesh për dhënien opinione. Po jo për ajo, jo për njerëz. Për çështje po flas, për parime po flas gjithë ditën. Për njerëz nuk komentoj. Kanë një lidhje miqësore të fortë dhe s'do që të. Jo, ma kam kolege. Njësoj siç kam kolege edhe të tjerë njerëz brenda Partisë Socialiste. Por po them, kjo pikë në këtë pikë unë nuk gjykoj njerëzit. Unë gjykoj parimet, gjykoj çështje. A ke ndonjë këshill për Elisën në këto momente si politikan me karrierë, me i vjetër brenda PS-s, njëri që e njeh partinë në themele? Varet ama pranon këshillën apo jo. Unë nuk jap këshilla për njerëz. Ti bëj detyrën siç ke bërë. Jo, një sekond. Unë nuk jap këshilla nga pozicionet e atij që ka një karrierë të gjatë në Partinë Socialiste, ka shumë kohë, ka një periudhë shumë gjatë në raport me karrierën tënde. Po jo, unë nga pozitat e tilla nuk i jap mend kërkujt. Nëse duan të më dëgjojnë, okay. Unë mendoj që Partia Socialiste ka hapësirë boll për të thënë gjërat aty brenda. Dhe në momentin që ti mendon që ke të drejtë të luftosh aty brenda. Luftohet aty brenda. Unë nuk mendoj që Partia Socialiste ka luksin e thyrjes, e thyrjes e krisjes, quani çfarë të doni, nuk e ka këtë luks tani. Që më nuk e ka Shqipëria, se s'ka parti tjetër. Ja një sekond, sepse nuk e ka Shqipëria. Ka një projekt politik të cilin duhet ta çojë deri në fund. Dhe ka investuar energji, burime njerëzor, njerëz, jo vetëm si Parti Socialiste, por edhe si shoqëri në këtë projekt politik, që është bashkimi me Europën. E para, e dyta, edhe në krahun tjetër, Partia Socialiste nuk e ka luksin për jashtë lojë këmbë. Për çfarë? Për opinione, për të këmbyer opinione, për të këmbyer mendime brenda saj pa aty.